Pasioni im për pikturën ka nisur që kur isha shumë e vogël. Normalisht u riktheva sërish në momentin që isha duke ndjekur studimet për drejtësi dhe që nga ajo ditë nuk e kam ndërprerë më. Doja të cilla diçka të veçantë në Shqipëri dhe kur dila për të blerë gjëra veshje për vete, më dukeshin të gjitha shumë bazike. Dhe duke krijuar gjëra për stilin tim, pash që kisha kërkesë nga pjesa e shoqërisë pastaj o sa e bukur, ma bëj dhe mua një dhe thash pse jo t'ja sjell të gjithë shqiptarëve këtë kudo që janë apo dhe të huajve. Shpesh, për shkak të punës time, më duhet të lëviz në rrethet të ndryshme. Ama sot ishte një ditë të komplet ndryshe. Më riktheu në vendlindjen time, në qytetin e Elbasanit, cilin unë e vizitoj shumë shpesh për shkak se kam familjarët e mi këtu, ama mendoj se Tirana më ofron më shumë mundësi lidhur me punën time, kështu që kam zgjedhur të jetoj atje. Si qka këtë pjesën e mirë të orarëve cilat mund të menaxhosh gjatë ditës, ka dhe një gjë përveç kësaj të je vetëm, duke punuar gjatë gjithë kohës dhe kjo ndoshta nuk është për të gjithë një gjë e mirë, po mendoj që në momentin që ti hyn në fushën e artit, është kënaqësia më e madhe që mund të përjetosh dhe shije çdo moment të ti. Po gjithsesi nuk mendoj se kjo të qenurit vetëm me pikturat e mia e rrethuar me piktura gjatë gjithë kohës ka ndikuar tek personaliteti im, duke më bërë introverte apo jo sociale me të tjerët, sepse është një kënaqësi shumë e madhe gjithmonë kur takoj njerëz të ri apo shoqëri. Përshëndetje Landa, si je? Përshëndetje. Unë kam ardhur sot sepse kam në plan të bëjmë një bashkëpunim bashk, do doja shumë që të nxjerrim një koleksion me kostume sportive, po do doja ta realizonim këtë deri në fillim të nëntorit. Po, më pëlqen si ide. Mendon se mund ta arrijmë si gjë? Do bëjmë të pamundur. Okej, po të tregoj pak a shumë një ide që unë kam krijuar.
Më pëlqen. Këtë do doja që të Interesant. realizonim me shëndisje, një pjesë e koleksionit do jetë me shëndisje, pjesa tjetër do jetë pikturuar. Shumë ide e mirë. Për ngjyrat pastaj normalisht do jetë pjesa bazike e zezë, bezh, Pastel. gri. Pastaj po, do doja të eksperimentoja pak dhe me ngjyrat e pasteli bordo, me qenë se jemi në fillim të nëntorit dhe mund t'i veshim akoma. Dhe bordoja shumë interesante. Po, kam bërë disa kërkime dhe kam gjetur disa bashkëpunëtor për të gjetur copat më të mira, por normalisht do më duhet dhe ndihma jote për këtë që të arrijmë rezultatin më të mirë të mundshëm. Mendoj se mund të shkojmë bashkë, të shikojmë Po. bashkë. Dhe ishte perfekte kjo. Po. Tani, Patjetër. edhe një pjesë tjetër, mendon se është okay, me qenë se që ke duke e punuar një gjë të tillë, mendon se është okay që të mbajmë me push nga brenda, që të jenë pak të Si ngrohta. për stilin e dimrit, mendoj se me push do ishe ideale. Dhe ishte perfekte, okay. Në një ide për pjesën e kostumeve, si mund të jenë si modele? Mund të bëj me zinxhir, pa zinxhir, me kapuç, mund të jetë edhe me ndonjë jakë të vogël, ka shumë Po, ide. që të ka krijojmë shumë diçka ide. të veçantë. Po. Okej. Do më pëlqente. Do takohemi nga java pra për të parë Po, patjetër, pak më patjetër. gjatë pjesën e copave? Do më pëlqente si ide. Në Se rregull. dimri po na vjen. Po, faleminderit. Asgjë të lutem. Mirupafshim. Tani do të zhvendosemi në një ambient ku unë do të realizoj një murale. Përveç pjesës e pikturave në veshje, unë merrem dhe me pjesën e pikturave murale, kam rreth 5 vite që ushtroj këtë, dhe sot jemi në një dhomë fëmijësh, të cilët na kanë kërkuar të vizatojmë Mikin dhe Minin, me pak ndryshime të vogla, të cilat do t'i ndjekim pas pak. Tani jemi drejt përfundimit, na ka mbetur vetëm këpucët. Besoj se kjo më ka ngritur këtu ku jam sot, sepse kam qenë dhe vazhdoj jam akoma shumë kritike ndaj punës time, nuk mjaftohem asnjëherë me rezultatin përfundimtar që të them, o, ky është maksimumi që mund të bëj, gjithmonë mendoj se mund të bëj akoma më shumë. Dhe sot e them prapë që mund të bëj akoma më shumë dhe shpresoj që herën tjetër kur të jem në intervistë këtu, të jem më lart akoma.
ishte dhe rezultati final i murales son, cilin unë e shijova në maksimum, pasi këta kanë qenë dhe personazhet e mi të preferuar vizatimor, dhe me kthyen pas në kohë. Faleminderit shumë që më ndoqët në ditën time.